Alergjit në përgjithësi janë reakcionet të tepruara të vetë organizmit tonë, sistemit tonë imunitar, ndaj disa substancave që për shumicën e njerëzve janë substancat pa dëmshme. Po janë disa persona që e kanë sistemin imunitar pak më kompleks dhe në momentin kur bjen në kontakt me ato substanca, i konsideron si substancat huaja, reagon me krimin antitrupave dhe në momentin që bin ndesh ato dyja, fillojnë edhe simptomat. Dallimi kryesor në mes infekcione virale të traktit respirator dhe alergjive është temperatura. Temperaturë do të thonë te virozat mund të kemi, ndërsa tek alergjit temperaturë nuk shfaqen. Gjithashtu është një lodhja apo molisja e tepruar e trupit që ndodh edhe tek alergjit, por tek infeksionet virale është shumë më e shpeshtë dhe shumë më e fuqishme. Testet kutane janë testet shpejta, janë teste jo invazive, janë teste që kryen për një kohë shumë të shkurtër, diku maksimumi 50 minuta, janë teste shumë pak të kushtueshme dhe ka një siguri 100%, sepse shohim me sy reagimin e trupit ton ndaj alergjenëve të caktuar dhe gjithashtu e vrem edhe nivelin e alergjisë që pacienti mund ta ketë ndaj alergjenit caktuar.